ata do të rebelohon kundër Uthmanit në disa pika. Për këtyre pikave, ata kanë përmend krejtësisht çështje fetare dhe disa janë të vërteta. Po ne do të tregojmë si janë të vërteta. Ata thanë, Uthman ibn Affani nuk ishte prezent në betejën e Bedrit. Ata thanë, Uthman ibn Affani dezertoi nga beteja e Uhudit. Ata akuzuan Uthman ibn Affanin për nepotizëm. Familjar ti ka. Po, ata akuzuan Uthman ibn Affanin për djegje të mushafave. Dhe këto janë 4 akuzat, 5 janë realisht, po këto 4 janë më të njohurat, më të kapshmet. Tash nëse ti e merr dhe e shoshit, paramendoj kështu, në gjuhën mediatike sot, del lajme, Uthman ibn Affan, radhiyallahu ta'ala anhu, min bani Abdishams, nga fisi Abdishams, banu Abdishams, ky njeri nuk ka prezantuar në Uhud, nuk ka qenë, ka dezertuar nga Uhudi, nuk ka qenë Bedër, këtë, edhe masa e xhani beson Allah. Se nëse kthehemi faktikisht, këto gjëra janë të vërteta. Mirë, po këto gjëra të vërteta, a kanë shpjegim? Normal që po. Hajde na shpjego. Po para se të vim te ky shpjegim. Okej. Pika ka ardhur kjo fitne. Po. Kjo është shumë e rëndësishme. Po, se unë harrova s'ka lidhje. Medinja ishte krye qendra e shtetit. Mirë, po thamne që në atë kohë zgjerimi i shtetit bëjnë me ushtri. Tashmë në këtë kohë do të themelohen qytete të cilat nuk kanë ekzistuar të kalumen. Do të themelohen 2 qytete të mëdha në Irak edhe një në Egjipt. Dhe kështu do të kemi ne 3 xhamate. Baza e së cilëve është ushtri. E qartë. Këto njerëz janë ushtri, nuk janë njerëz të rëndomt. Këto shkojnë luftojnë, kthehen këtë qytet. Aty e ka familjen, aty e ka fisin, aty e ka kabilen. Qyteti i parë është El Kufe. Kufja. Qyteti i dytë është Basra. Edhe në Egjipt do të kemi një stacionim të madh të ushtarëve të cilët luftojnë në Afrikë për te Egjipti, do me thonë, ja kanë mësy për veriu të Afrikës, do me thonë Libia, Tunisi, në ato pjesë. Ata kthehen këto vend stacionet e vetë të cilat më do të bëhen qytete të reja. E kuptohet që Uthman ibn Affani, sa më kujtohet këtu mund gabim t'jem, ka pat 18 vilajete. Kufja dhe Basra do t'jenë një vilajet. Ose pa, në gjatë trazirave, aj në Kufe do të vendos një governator dhe në Basra një governator. Po epicendra e problemeve do t'jenë Kufja edhe Egjipti. Po kush janë këto njerëz? Janë banorët e vendeve ku janë, apo janë arab, të cilët kanë arri pozita të larta në ushtri? Është e përzier. Ata që udhëheqin vallen janë këto arabët. Mirë po, ata i përkrahin popujt vendas. Të vendit, të cilët nxiten me shumë pak. Kështu që problemi në Kufe dhe në Basra, çfarë ka qenë? Sidomos në Kufe. Këta çdo herë janë anku kundër governatori që ua ka dërguar Osmani. Osmani dërgon një, thonë ja, kis është i mirë. Dërgon Said ibn As. Thonë ja, e ky sikur e kupton, thot, ky del për në haç, kur kthehet, ata thonë ne dojna me të ndru, ti s'na duhesh mos i guvernator, po si vend ka pat probleme. Pas asaj, ky i thot Uthmanit, sikur e dune Abu Musa al-Ash'arin, për t'u bë. Thot, tamam mua dërgoj me Abu Musa al-Ash'ari, nuk prish punë. Po veç let jetë situata si duhet. Veç mos bëni probleme. E dërgon një, e dy, e kështu ndron 4-5 governator vetëm në Kufe. Se pas çdo gjëje ata rebelohon kundër tij. Kufja gjendet momentalisht në Irak. Irakun e sotëm, edhe Kufja edhe Basra. Po, këta në jug të Irakut. Po. Këta njerëz do të formojnë, si me thonë, lidhje me pikat ose me vende tjera në të cilat është vrejt një lloj rebelimi ndaj pushtetit qendror. Po, paknaci, më mirë me gjuhë. Paknaci. E kështu që këto do të bëjnë lidhje të ngushtë me Kufen. Basra edhe Kufja do të kenë një lidhje të veçantë, po ndërkohë do të paraqitet mesin e tyre një val e re e një ideologjie të jashtme, e mishruar në personalitetin e një njeriu që quhet Abdullah ibn Sebe.
Abdullah ibn Sebe është me prejardhje nga Jemeni sot. Edhe Jemeni atëherë. Me prejardhje hebreje. Megjithatë, Ish hebrej konvertuar në në musliman. islam. Po. Abdullah ibn Sebe do t'i zgjedh vendet në të cilat do të ndjehet një lloj pakënaqësie ndaj Uthmanit. Kështu që do të lëviz në Kufe, do të shkon në Basra, pastaj përsëri në Kufe, prej Kufes do të shkon në Egjipt, në Kufe dhe në Basra, jo se do t'i merret shumë thirrje. Nuk ja pranojnë njerëzit thirrjen. Po baza e thirrjes së tij çfarë është? Këto janë fillet e para të paraqitjes së shiizmit. Baza e thirrjes së tij është që ky njeri që sot e ka pushtetin, Uthman ibn Affan, ky nuk meriton të jetë në atë pozitë. Po ai që do të jetë në pozitën e tij është kush? Aliu radhiyallahu anhu. Aliu në ndërkohë kon Aliu është qytetari thjesht. Jo, Aliu është në kryesi të shtetit afër Uthmanit. Afër Uthmanit. Po, nuk është njeri i cili ka qëndruar indiferent. Jo, jo. Qartë, Ky qartë. është në qarqet e shtetit në pozita të larta. Pozita të larta, Po, tamam. ai dhe djemtë e tij. Po. Kështu që Abdullah ibn Sebe sikur lyp dikush ta përkrah në Kufe dhe në Basra, po nuk gjem përkrahës. Do të gjej përkrahës në Egjipt. Në radhët e disa që ishin ish bandit të njohur në mesin e arabëve, me emër. E këta kanë hyrë fetë Allahut, Mafios. kanë shku në xhihad me ushtrinë e Uthman ibn Affanit në veri të Afrikës, edhe kanë qenë pjesë e shumë çlirimeve. Mirë, po sikur se thash, dalja në luftë në atë kohë ka qenë sikur Ekspedit. po dalim me Piknik. ekspedit, një piknik, fitoria është në përgjithësi e jonë. Ganimeti jonë. Po, ganimeti jonë. Këta njerëz janë pasuru, kështu që çdo pakënaqësi e tyre shpesh ka qenë e lidhur me neve na duhet më shumë. Që ne të heshtim, neve na duhet më shumë. Që ne mos rebelohemi e kështu që kur pakënaqësitë e tyre kanë kulminuar dhe Uthman ibn Affani e shet që Kufeja nuk qetësohet, i thret në haxh. Për shkak se haxhi, për ata që nuk e din, ka qenë Kongres. takim, kongres vjetor, bravo. Kanë ardhur të gjithë ulet, governatorët e shtetit, 18 governatori kanë pat. Kanë ardhur në haxh, edhe kanë ardhur njerëzit. Un kam pakënaqësi ndaj guvernatorit vendit tim. Edhe ti vjen përpara halifes, përpara guvernatorit, edhe e shfaq pakënaqësinë. Ç'është pakënaqësia jot? Po unë edhe vllaznitë e mi, të fisit tim, ne kina ka marrë një tokë kështu me radhë. E sidoqoftë. Vin këto në haxh. E Uthmani del në takim me ta. E Uthmani e ka përkra Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe diskutojnë me këta, edhe ata akuzojnë Uthmanin me to 4-5 gjëra. Si e konë në Bedër. E para, po kjo ka qenë nxitet prej kujt? Po, populli po Prej fort. Abdullah ibn Sebe. Ai Ai e ka fitnexhia. nxit, po. Ky e ka nxit. Këta pakënaqësinë kryesore Kufja edhe Basra ka qenë nepotizmi. Nepotizm. Do me thonë ti vë governator mbi ne për shkak se e ki familje. Mirë, po nëse shohim bash, tham që Ibn Affan Unë alaj kam menën dush mi shpjegua ose edhe në emisionin na. Do me thonë pikat të cilët janë rebelu. krejt i spjegojmë një nga një. Po, një nga një. E para su konë Bedër. Po, jo, këto Kufja dhe Basra kritikën e parë kanë pat nepotizmin. Nepotizmi. Mirë, po dietarët e kanë përgjigj shumë përgjigje të fortë. 18 governator ka pat Ibn Affani. Po. Vetëm 5 prej 18 kanë qenë të afër të fisit Beni Abdi Shems. Dhe jo të gjithë njëjtën kohë, sepse në vetëm në Kufe ai treg i ka zëvendësuar njëri pas tjetrit familjes vet. Kështu që nuk kanë qenë të njëjtën kohë. Këto 5 nuk kanë qenë governator. Po. Do të thonë ne jemi tu fol prej 18 3 maksimumi që kanë qenë të njëjtën kohë. Por ama, ka thënë dietar, një prej tyre Ibn Taymiyah rahimahullah thotë kështu. Nëse shikojmë sirën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë që ai nuk ka dërguar nga ndonjë fis të dërguar si diplomat ose si governator ose në misione të larta më shumë se sa fisi Benu Abdu Shems. Pse? Për shkak të aftësive të tyre diplomatike. Do me thonë aftësi o Po konë. janë njerëz të veçantë. A e kupton? Muawiya, nuk është Muawiya ati për shkak se është i afërt i Uthman ibn Affanit, jo. Se Për është i shkak të aftë. aftësive të tij, apo. Kështu që Veç pak më falë qëtu, se Muaviu shpesh përmenet. Po. Muaviu edhe Uthmani, çfarë lidhje kanë pas? janë të një fisi. Një fisi. Po, janë të një fisi. Gjemingje. Beni Abdu Shems. Te ne thonë Minxhallar, e kupton? Minxhallar. Po. Okej. Vazhdo. E tash, Muawiya ka qenë guvernatori i kujt?
i Shamit. E kështu ka pataj disa prej governatorëve të cilët kanë qenë të fisit të tij. Tamam. Këtë akuz për nepotizëm të Kufes edhe të Basrës e ka shfrytzuar kush? Abdullah ibn Sebe. Fitnexhia. Po, Abdullah ibn Sebe kësaj kritike i ka hodhe një 4-5 kritika, të cilat thash në esencë kanë dozë të vërtetësisë. Po. Dhe vinë ata dhe ulen që diskutojnë me Uthmanin Medine. për krah Aliut me një fshat afër Medinës. Edhe kjo ndodhen në periudhë të haxhit. Po, da. 3 delegacionet, Basrës, Kufës të Egjiptit. Kur diskutojnë, thot Uthmani, për çka më kritikoni ju? Do me, pse gjithë kjo po të ere e madhe bot? Thonë ato ne i kemi këto 4-5 gjëja. Thot sa i përket të parës. Ajo është pjesëmarrja ime në Bedër. Po, është e vërtet, unë nuk kam qenë pjesëmarrës në Bedër. Po, harrova e në një. Ajo është pjesëmarrja e tij në Sulh al-Hudaybiyah, në marrëveshjen e Hudaybiyes. Marrëveshja e Hudaybiyes, po. Thot se i përket të parës, mos marrja pjesë në Bedër është e vërtet. Po kjo ka qenë me urdhër të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga se unë kam qenë i martuar me vajzën e tij, ajo ka qenë shtrat të vdekjes. Kështu që kur jam nisur dal me ushtri, pejgamberi sallallahu ka thonë, "Ktheu shpitande dhe ruaj bashortën tënde." Kur është kthy pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam prej Bedri, çfarë ka gjetë? Ka gjetë vajzën e tij të vdekët. Radhiyallahu ta'ala anha. Po. Ka ndru jetë. Thot, a u kuptuam sa i përket të parës? Thot, u kuptuam. Mirë po, kjo se s'ka qenë në Bedër, a është e vërtet? Në esencë është e vërtet. Këto e kanë shfrytzuar të vërtetësinë e kësaj ngjarje për të fitne, nxit, për bravo, nxit. Bravo. Arsye nuk e përdorin. Po, s'ju ka Se gruaja e interesu. smut, Po. që ka vdek bashkë në betejën e Bedrit, gruaja nuk ju ka interesuar. Kërkujt si ka interesu. Sa i përket të dytës, ajo është që unë kam dezertuar në Uhud, kjo është e vërtet. Kjo nuk është gënjeshtër, ne i dim me emra dhe mbi emra kush ka qenë në Uhud dhe kush ka dezertuar. Mirë po Uthmani thot, a ka zbrit Allahu ajete për këtë gjë? Para mendojt, beteja e Uhudit është pi betejave bazë në din të Allahut. E kupton? Betejë në cilën ne nuk mësojmë vetëm si duhet me usill në disfat. Kina hum betejë? Jo. Në betejë e Uhudit ka zbrit për të numëri madh i ajeteve. Na mëson si të cilemi në gëzim, si të cilemi në pikëllim, si të cilemi me miq, me armiq tek shumë radh, si të cilemi me ata të cilët kanë dezertuar. Cili është shkaku i dezertimit të tyre? Allahu tha për ata që kanë dezertuar. Innal ladhina tawallaw yawma iltaqa al-jam'an. Atë ditë ata që dezertuan kur u takuan dy ushtrit, domethënë ushtria musliman dhe mushrikëve, inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu. Ata e bën këtë gjë për shkak se shejtani shfrytëzoi gjendjen ku ata kanë bërë do gabime. Allahu flet për gjendjen e përgjithshme se në mesin e tyre ka pat gjynaqar. Tamam kanë bërë një gjuna dhe shejtani e shfrytëzon një mëkat tandin të kaluar në situatë më të vështirë, edhe ti bjen i dobët ai thotë ja ik, linë këtë situatë. Kështu që dietarët kanë marrë nga ajeti dhe kanë thonë kush don të bëj vepra të mëdha duhet të ruhet prej pasojave të mëkatit, se nuk i dihet kur vjen pasoja e mëkatit. Ti mendon haj se unë e kaloj elhamdulillah, po vjen pasoja në situatën më të vështirë në jetën tënde. Në luftë, në gjëra. E Allah, po luftë me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Deri këtu ajeti Allahu tregon se këta kanë dezertuar dhe se shkaku pse kanë dezertuar. Po vazhdimi i ajetit. Allahu thotë wala qad afa Allahu anhum. Por Allahu i fali ata. Domethënë Allah i fali, fitnexhit nuk po i falin. Veç pak. Ti s'po fal mu. Ka tekst prerë në Kur'an. Që ngjitet sot e kësaj dite. Sot e kësaj dite lexohet ky ajet. Shkon çdo xhami tonën lexohet ky ajet. Sura Al Imran është nuk. Wala qad afa Allahu anhum. Allahu a ka fal. Tash kjo realisht a është kritik për Uthmanin apo është lëvdat? Është lëvdat se Allahu ka thënë është i falur. Kështu që njëjtë në betejën e Uhudit, dini se kur kanë nis sahabët shkojnë, Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, sahabët kanë qenë 1000 në numër. Në gjysmë të rrugës, Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, krimin afrikë i Madinës, me fitnë çka i shkakton dhe trazirat, i këput një 300 ushtar. E Allahu e përmend që në mesin e tyre ka besimtar.
Madje thot Allahu, idhem me taifetani an tafshala. Dy kabile tuaja, dy fise, gati se u shkatrun. Gati se u shkatrun, e Allahu e regjistron këtë Kur'an. Sot e kësaj ditën kjo surat e Anfal, po. Thot Allahu, kur këto dy grupe gati se u shkatrun, mirë po, ai sahabja thot, wallahi, nuk kisha dash që kjo ajet fshihet nga Kur'ani. Pse? Për shkak të vazhdimit. Po, këtu ne thot gati se u shkatrun, po thot Allahu, wallahu waliyuhuma, e Allahu është miku i tyne. Miki i këtine di grupeve. Ato po, bon një gabim, gati se u shkatrun, ama për shkak të miqësisë Allahut, Allahu nuk lejoj që ata të shkatron. E njëjta është për Uthmanin. Allahu tregon që ai ka dezertu, po në fund, wala qad afa Allahu anhu. Allahu i fali. Tamam. A u kry, thot Uthmani, e kuptut kritikën se nuk është kritik me vend, po kemi gabu. Pika Cila është e tjetër. treta? Thot e treta është çështja që ti nuk ke marr pjesë në marrëveshjen E Hudejbijës. E për marrëveshjen e Hudejbijës Allahu ka zbrit ajet. Allahu Gjelle Gjelalu, si ka thonë Gjabir ibn Abdillah, mdukët, ka thonë që kemi qenë 1400 ose 1600 burra. E Allahu Gjelle wa Ala e ka përmend laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allahu ishte i kënaqur me besimtarët të cilët ta dhanë besën ty nën një dru, nën një pemë. E thot Gjabir ibn Abdillah, ishim 1400 ose 1600 burra. Thot ti nuk ishin mesin atyre të cilët të shtrin dorën. Buzqeshën e Uthmani, thot po nuk ishin. Po ku ka qenë Uthmani? A din se unë ku ka qenë? Me siguri biznes të bëj miliarder, e kupton, minimum musliman. Ja. Shkaku i bejës, besatimit të Ridwanit çka quhet Hudejbjes, ka qenë Uthmani. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vjen në Hudejbje. Ti a ke qenë në Hudejbje? Tash numre kur keni qenë. A keni qenë në Hudejbje? Hudejbje është në kufit të haremit të Mekës. Tu hyn harem të Mekës, mushrikët i thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ke drejt me hy. Thot, nuk kena ardhur për luftë, ne umre jena tu, gjithë me ihrama, po. Thot, s'keni drejt me hy. A natë ko zakoni ka qenë që kush vjen umre, është i mirë se ardhët, po jo për ty, ka thonë Muhamedi Ali sallallahu alaihi wasallam. Se ju mujni me bë dame, ku ta diun, e fillojnë negociatat, ata dërgojnë Suhejl ibn Amrin, dërgojnë këtë dy, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërgon Uthman ibn Affan. E dërgon Mekë Uthmanin. Kur e dërgojnë Mekë Uthmanin, sikur dikush prej Beni Abdishams i thot Uthmanit, ai tash me pozit, disa prej tyre i thon, Uthman, po mos ka marr malli me bot tavaf. Kanë kalu shumë vjet, Uthmani ka përmallu edhe bon tavaf Uthmani. E është transmetu se i ka thon dikush, a dush me vizito filanin dhe filanen, plesht familjes. Uthmani i ka vizitu, por ama ndërkohë negociatat kanë vazhdu mes Uthmanit dhe atyre. E Uthmani vnohet. E pejgamberi Allahu sa si mërzitet. si ka ndonë nëjse. Ka ndodhur diçka. Vjen lajm pin Mekë, është vrar Uthmani. Tash pejgamberi Allahu sa më thot tamam. Kush ma jep besën që të vritemi për një. Ne s'kemi dalë për luftë. Kina rumre me bojina me ihrama. Me ihram. Megjithatë, tashmo armatim është transmetuar që armatimi i tyre maksimal ka qenë shpatat e dorës. Çajo është maksimum. As parzmore, as kuaj, as kurrë. Të gjithë ja japin besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Transmetim pasi vendos pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam dorën e tij të djathtë dhe sahabët vendosin duart e tij. Bi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ai vendos dorën e majt dhe thot wa hadhihi li Uthman. Dhe kjo është për Osmanin. Shkojnë mu hakmar për Osmanin. Kjo është për Osmanin. Jo, kjo dora është si me kon dora Osmanit. E Osmani i pyet ata, cila dorë është më e mirë të jetë aty? E imja apo dora e pejgamberit Allahu sallallahu për mua? Ata i thonë dora e pejgamberit sallallahu për ty. Tamam. Shkoi kritike e tretë. Çka ndodhi me Osmanin? Osmani u kthye. Po. U kthye Osmani, vazhduan negociatat, pejgamberi sallallahu ata i thanë këtë vit nuk ka umre. Pejgamberi Allahu sallallahu pranoi. Dhe Allahu zbriti surën Inna fetahna leke fethan mubina, net kemi dhanë ty o Muhammed fitore të qartë. Sahabët nuk e kishin kuptuar ku është fitore në këtë. Ne kemi ardhur në umre edhe jena tu kthy, ti çesim ihramat, ti presim kurbanët, nuk e kuptuan urtësinë e fitores, do ta kuptojnë më vonë. Sikur se ka thënë Omeri radhiyallahu ta'ala. Sidoqoftë. Domethënë edhe kjo pik bie. Bien.
E katërta, thanë ti shumë tokë ke marrë dhe ke fugë në emër të shtetit. Othmani tha, është e vërtet, po. Unë ka marrë shumë tokë. Në kohën e Omerit, toka e shtetit ka qenë shumë pak. Mirë, po të njëjtën kohë zeqati në formë të deleve, dhive, deveve, lopëve, bagtive, ka qenë shumë pak. Kështu që kur është shtu zeqati në këtë formë, neve na është dasht tokë që bagtia të kullot. Ku të kullon bagtia jonë? Bagtia e shtetit. Që do me thonë, unë është dasht të ndaj pjesë të tokës dhe them që kjo është toka e sadakas, i thonë. Tokë e shtetit. Dhe unë e kam bë për shkak të numrit të madh të zeqatit. A ra edhe kjo? Ra edhe kjo. E sikur, ata bin dakord dhe ndodh një lloj marrëveshje mes të dy palëve, mirë po ata lypin një lloj barazie në ndarje të plaçkës së luftës, sidomos Egjipti. Thonë që ne do të jemi të barabartë këtë, Osmani thotë tamam, e kupton. Kërkesat tuaja pranohen, edhe shpërndaunin nëpër vendet tona. Banorët e Egjiptit nisin për në Egjipt. Kur nisin për në Egjipt, masazhit? Po. E shohin një njeri i cili ndjek karavanin e tyne. E shohin humbet. Nuk kalojnë disa orë i njëjti njeri. Sillet aty para. Po sillet, edhe këto thonë, ja, duhet me pat ky njeri diçka. Thot, duhet me zan. Edhe e zan këtë njeri. Kur e zan njeriu, kush je ti? E kuptojnë që ky njeri është i punsuar në shtet. Shtetin e kujt? Osman ibn Affanit. Devja ka vulën, ose kali ka vulën që është i sadakas, do me thonë i zeqatit, kali shtetit, në gjuhën tonë, do me thonë vetur zyrtare, e kupton? Vetur zyrtare. Po. Po çka jeti? Thonë, unë jam i dërguar i khalifes deri te governatori i tij në Egjipt. Çka bën? Thotë, unë dërgoj letër. E kontrollën ja gjen letrën, e çelin letrën. Prej khalifës së besimtarëve deri te governatori i tij në Egjipt, kur t'ju vije grupa e Egjiptit që janë rebeluar, vriteni. Opa. Gjithë du të më vra. Urdhër i Othmanit. Po. Grupa e Egjiptit e di sa ka qenë numër, pi 600 deri 800 vetë. Shumë njerëz janë. Tamam. Grupa e Egjiptit thonë, kjo është tradhti e Othmanit, përmes së cilës ai don ta ndal këtë lloj paknacie dhe rebelimi, kështu që thonë forcim armatimi edhe në Medinë. Edhe në kohë shumë të shpejt ata arrin Medinë. Kur arrin Medinë, kë e gjejnë Medinë? Grupën e Kufës dhe të Basrës. Ato së bashku kanë formu diku, kanë qenë diku 300-400 burra. Tamam, pyetja është, pse ka ardhur grupa e Kufës edhe Basrës në Medinë? Kur edhe ata janë nisi këto qertë. Përgjigja është kështu. Ne nuk e dim kush e ka shkruajtur letrën. Sot e kësaj ditë. A nuk është e vërtetuar që e ka shkruajtur Othmani? Jo, tash ata kanë me pat takim me Othmanin. Aha. Ne nuk e dim kush e ka shkruar letrën. Pyetja është pse është kthy grupa e Basrës edhe Kufës në Medinë, që tregon që pale jashtme. Këtu është i treti, Po, këtu është fitnexhiu. Po, e ka luajt gjithë lojën dhe i ka lajmëruar këto dy grupe që ekipa e Egjiptit është kthy për në Medinë, kështu që edhe ju duhet të ktheheni. E qartë. Dikush që e ka ditë këtë gjë, e kupton. Tash kur ata takohen, Aliu radhiyallahu ta'ala nuk ka dash të hyjnë në Medinë me ata, që mos kuptojnë ata që Aliu është me këta rebelat. Edhe Othmani thot, takimi ishte takimi me grupi i Egjiptit. Takimi me Othmanin, ata e rrethekojnë Medinë, 2000 burra. Se veç atyne ju bashkangjitën disa prej banorëve të vendit. Kuptohet që khalifja ka tradhtu. Po. E Othmani thot, kështu mbetet puna. Mbetet puna që unë ta mohoj, unë ju them që unë nuk kam shkruajtur një letër. Othmani, guvernatorit tim, largohet, edhe unë distancom duke u betuar në Allahun, që unë nuk e kam bërë këtë gjë. Por ata nuk e pranojnë distancimin e Othmanit. Kështu që
urdhnojnë ato që të rrethakohet shtëpia Uthman ibn Affanit. Grupi i Egjiptit. Edhe Kufës edhe Basrës bashkë me një 1000 banor të Medinës. Mashtrum. Kështu bën 2000 burra. E rrethojnë Medinën, e rrethojnë në shtëpinë e Uthman ibn Affanit radhiyallahu ta'ala. Rrethimi zgjat diku 22 ditë. 22 ditë. 3 javë. Rrethakim. Uthmani gjatë tyre 3 javë ka pat takim me sahabët e mëdhej si Aliu, El Hasan ibn Ali, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Mubarak, e kështu me radhë. Ç'është kërkesa e grupit? Çfarë lypin ato? Ata lypin që Uthman ibn Affani ta lëje pozitën e khalifës. Madje i ofrojnë ati, dil Mekë shkoj jeto, ose në Sham të Muawiya ibn Abi Sufjan. Uthmani thot ja. As parën as dytë. Dhe kur i merr në konsultim disa prej sahabeve, disa prej tyre i thonë, Uthman, lina vëlla. Po kur vjen Abdullah ibn Omeri, Ibn Omeri njihet si Djali Omerit, po një ndër sahabët e urtë, të cilit i është ofruar khilafeti shumë herë, po baba vet ja ka ndalu. Ka thonë mjafton familjen e Khattabit një khalife, s'bon me pa dy. Subhanallah. E kështu që Abdullah ibn Omeri po e pyet Uthman ibn Affanin. I thot, këta që kanë ardhur rreth shtëpisë tande, këta atë japin xhennet ose zjarr? Atë japin xhennet ose xhenem? Thot ja. Thot këta njerëz, çfarë pushteti kanë ndaj teje? Thot Uthmani nuk kanë ndaj pushtet, e kupton? Ka thon, atëherë unë po të them kështu, mos e nxjerr petkun të cilin ta ka vesh Allahu, ka për qëllim pushtetin, khilafetin. Për shkak se bëhet tradit tek ne muslimant, që sa herë që një grup është i paknaqur dhe rebelot, kanë me nxjerr khalifen dhe kështu që nuk do të qëndroj më khalife asnjëherë. Do të thonë, ti o Uthman do të me i qëndru besnik pozitës që ke. Këshill shumë e bukur. Edhe Uthman ibn Affani ishte në këtë mendim. Po tamam, kur Uthmani ishte në këtë mendim, pa këshillën e Abdullah ibn Omerit, pse ai nuk thonë të unë shkoj në Sham, këto katojnë le ta zgjedhin khalife. Uthman ibn Affani e ditë një gjë, që vdekja ime në dynja do të vi pas një sprove. Edhe ka ditë këtë paralajmërim me pejgamberin sa ose. Ai ka qenë i bindur që unë do të vritem. Për shkak se më ka cilësu si shahid. Po tamam, rrethanat e vrasjes time, tash ato normal varën si don Allah. Megjithatë, a ka mundësi që Uthman ibn Affani ta përkeçoj situatën? Ka mundësi. Uthmani kur vin këta dhe rrethekojnë shtëpinë e tij, sahabeve mdhej ju ndalon të nxjerrin shpatat. S'ka shpat me nxjerr. Madje ka thonë kush e sheh që ndaj meje ka hak si prijes, do me thënë do të me bind mu, ja ndaloj ati me nxjerr shpatën nga kallapi. Çfarë do të më pyet, ku ka qenë ushtria muslimane në atë? Ku ka qenë sahabët e mdhej? Sahabët e Do mdhej të ka ndalu mos më nën komandën e Uthman. Uthman ibn Affani ka ndalu që dikush të nxjerr armë në Medinë. Po këto të jashtëmit, të gjithë kanë armë. 2000 burra kanë armë. Uthmani i thot Aliut, armë jo, shpat jo, ati tjetrit jo. Ato vinë shtëpinë e tij, këto ndonjëherë kanë gjujt me gur. Ka shtëpia Uthmanit. Aliu ka marr gur dhe ka gjujt. Ka thonë nga se Uthmani na ndalon të nxjerrim shpat. E kjo vjen për shkak të njohurisë së Uthman ibn Affanit se unë do të vritem. Po s'bën me përkecu gjendjen, fitnë më. të vriten edhe sahabët tjetë. Kështu që nëse vritet dikush vitëm, vetëm një. Përfundimi vjen, është i sigurt se vrasja ka me qenë përfundimi im. Megjithatë, Uthmani ka mund ta përkeçoj situatën? Po. Ka mund që ai të thirrë ushtrit pi jashtë. Të bëhet hallakam. Bëhet me dinja katastrofë. Gjakder dhe madhe. 22 ditë. Ditët e fundit ja kanë ndalu Uthmanit me pi ujë. Këto xhavarisht. Po. Këto faktikisht me nhet me bindje çfarë janë? Unë ta tregoj. Këta njerëz, do me thonë ne kemi dy lloj xhavarixhesh. El Khawarij ala Uthman dhe El Khawarij ala Ali. Kështu quhen. Khawarisht kundër Osmanit dhe Khawarisht kundër Aliut. Brumi gati se është i njëjtë. Bindjet gati se janë të njëjta. Mirë po, evoluimi i tyre në bindjen e Khawarijve të Aliut do të vjen pak më vonë. Prit edhe një 5 vjet. 5 vjet
këto bon ato xhawarisht e njohur në literaturën tonë, që ne themi janë xhawarij. Mirë po këto janë brumi. Që këto 2000 Fillimi, fillesa. 2000 realisht, prej jashtë, këto janë brumi këtyne xhawarijve. E këta njerëz vëlla, Po. do ta rrethekojnë Uthmanin sa që ditëve fundit ai do të lyp ujë. Thotë vëlla, mandaloni bunarin që unë kam lënë për këf. Mandaloni bunarin për cilin ka përgëzu pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam për xhennet. Pastaj ka thonë lejoni Çish kanë, më fal. Po. Çish për shembull i ka thonë unë jam i përgëzuar me xhenet. A ja kanë ditë ato? Po. Edhe si ka pa bën diskutime, ka pat negociata, hiç, o vllavi. Si ka bën vonë natyre. Shiko, ne kur jemi të fol për xhavarisht, është verbrim i mbuluar me petk fetar. Po. Po mishron format më të shëmtuara të veprave. Madje, plot prej sahabeve për fjalën e Allahut te baraka ve taala, ku thot Allahu wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dhe mendojnë që janë vepër mirë, ka thonë Aliu, kjo është për xhavarisht. Pse e them këtë? Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur i ka cilësu xhavarisht, ai ka cilësu me çka i ka cilësu xhavarisht? Ka dhënë disa karakteristika. Prej karakteristikave të njohura të xhavarijve është se lexojnë shumë Kur'an dhe bëjnë shumë ibadet. Madje u ka thonë njerëzve më të mirë në dynja, tahqirune salatekum bi salatihim, ju do ta nënçmoni namazin tuaj kur ta shihni namazin e tyre. Ti ki me thonë, namaz jem, po s'osh namaz o vlla. Kur e sheh namazin e ti, ka 2 orë në sejdë, ka 3 orë në qiyam. Thot tahqirune salatekum, kështu ju ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Uthmani dhe Omeri dhe Aliu dhe sahabeve tjerë. Në këtë fol, namazin ju keni me nënçmu kur keni me pa namazin e tyne. Was siyamekum bi siyamihim, keni me nënçmu agjërimin tuaj kur keni me pa agjërimin e tyre. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an, e lexojnë Kur'anin la yujawizu hanajirahum, transmetim të laqihim, e lexojnë Kur'anin po nuk ju kalon për te fytit. Deri këtu. Shkon te, çfarë i bën kjo deri këtu? Shkon zemër. Nuk ka pik ndikimi naç. Për Ti shembull, ky është banor i xhenetit, aty Kur'ani nuk i ndikon o vëlla. Po çfarë do të thonë? Të kishin qenë bash hakikat musliman nuk kishin thonë o burra, ka dalë për kjo është i përgëzuar me xhenet. Nuk ka shansa kimë pas shkruajt atleta. Ndalemi këto mos ta malltretojmë ujë mirë. Ta analizojmë, ta shohim ku është problem. Ja. So krye fort kena me vra, ujë s'ka më dhon. Kena me vra dhe në formën më të shëmtuar. Kështu që këta kur ka thash kthehemi te hadithi pejgamberi sa më thot Kur'ani nuk te i kalon fytat e tyne deri aty. Nuk shen ndikim të Kur'anit në jetën e tyne. Kështu që këta njerëz kur kanë ardhur tash janë përballë një sahabiu prej 10 përgëzuarve në xhenet, kritika që i kanë ndaj tij janë çfarë? Janë minimale. Janë qesharake. Plus asaj, paramendoj, këta vinë pas rënjes së 2 perandorive të ndaj. A kanë menduar ndonjëherë arabët përpara kësaj me u rebelu kundër perandorit bizantin ose perandorit persian? Asnjëherë. Ata asnjëherë nuk kanë mbledh xhamat me thonë hajne shkojmë dhe rebelohemi dhe flasmi për paknacit tona. Kush paramendu të arabët në me shku të mbreti jonë? Asnjëherë. Po tash ka ardhur Islami, jo se ne i shprehim paknacit. Po këto kanë te i kalu kufinin, kanë thonë i shprehim paknacit në mënyrë të rebelimit dhe daljes kundër sistemit, do me thonë daljes kundër shtetit. Pas 20 disa ditë, Muawiya dërgon ushtri. Se Muawiya nuk e din i fort në Damask. Po, nuk e din urdhrin e Uthmanit që mos me pas luft, po. Trazira ka me pat Medine, po nëse ka viktim, vetëm një ka me kanë. Unë. Kështu që Muawiya dërgon ushtri të madhe për me liru shlirimin, me rrethakimin e shtëpisë së Uthmanit. Sa vjen lajmi tek këta që janë në Medinë, që Muawiya ka dërguar ushtri, sulmojnë. Edhe e gjejnë Uthmanin shtëpinë e tij. Si ndodh kjo? Uthmani e sheh në ëndër pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin edhe Uthmani radhiyallahu ta'ala. Ebu Bekrin dhe Omerin. Në fal që po ndërprej. Uthmani, pozita e familja e Uthmanit momentale. Vetëm gruaja e tij ka qenë. S'ka pas fëmijë tjetër. Jo, natë kohë Uthmani në shtëpinë e tij
disa ditë e kanë mbrojt disa pisave. Abdullah ibn Zuberi, Haseni dhe Huseni dhe disa të tjerë kanë qëndru përreth shtëpisë së tij. Mbas disa ditëve Uthmani i ka ndalu. Ka thonë secili le shkon shtëpinë e tij. Se është friksu mos vritet ndonjë prej tyne. E qartë. Kështu që përreth atij ka mbet vetëm bashortja e tij. Atë ditë Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala e shef në ëndër pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai thot e shef Abu Bekrin dhe Omerin. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot hajde te ne, bani iftar te ne. Allahu akbar. E Uthman ibn Affani gdhin në mëngjes i agjërushëm. Edhe atë ditë disa prej këtyre rebelëve hinë shtëpinë e tij, është transmetuar që Uthmani ka qenë duke lexuar Kur'an. Dhe ka thonë Uthmani mes meje dhe teje është libri i Allahut. Si merr guxim valla me vrani burr. Mbi 80 vjet i kanë. Ne kujna tu fol për një djalosh 42 vjet. Uthmani atë ka mbi 80 vjeç. Po, burr plak mjek me bardh, po. Subhanallah. Këtë jam të paraftiruar si një djalë i ri. Jo. Jeri shtym mosh valla. Subhanallah. Gjunaj plak. Po, para mendoj. La ilaha illallah. E ti e tu fol për një njerëz shtyr në mosh. Po mos zgaboj 80 vjet, po i shtyr në mosh. E i thot mes meje dhe te është libri i Allahut. Edhe ai del. Si me thënë e kap ajo ai autoriteti i Kur'anit e largohet. Kush del? Një prej këtyre rebelëve. Havarixhi. Po. Pastaj hyn 2 a 3. Edhe nxjerrin shpatat, edhe gruaja e Uthmanit sikur nxiton me mbrojt Uthmanin, edhe njëri ja pret gishtat. Subhanallah. Gruas. Me Me siguri edhe ajo më shumë. E pastaj njëri vjen dhe e pret në gjoks ose në bark Uthmani kështu në fond horizontale. Edhe derdhet gjaku i Uthmanit mbi librin e Allahut te barek vëtale. Kështu e vrasin Uthmanin radhiyallahu ta'ala. Mirë po ajo çka është e vërtetuar është se vrasës i tij, identifikimi i njënit është gati se gjë e pamundshme. Për shkak se duket se në komplot kanë marrë pjesë shumë njerëz që mos thuhet filani e ka vrarë. Qartë. Do me thonë kur të ngritish thuhet muslim, sipas tyre muslimanë janë. Kur të ngritish akuz, ndaj një grupi të madh njerëz. Madje është transmetuar që mbasi e kanë vrarë, e kanë bërë shtëpinë e tij kështu. Kanë vjedhe, kanë plaçkite. Shtëpinë e halifes musliman, e kupton. Është transmetuar që gishtat e gruas së tij dikush i ka dërguar Muavijes në Sham për ta nxit Muawijen në të ardhmen që do me thonë këta njerëz meritojnë më të keq, e kupton. Kështu që vrasja e Uthman ibn Affanit në historinë islame simbolizon një kthes, tragjedi e madhe. Është një fitne e cila ka lënë gjurmë të mëdha në të ardhmen. Por ama, urtësia e Uthmanit që menaxhimin e dëmit ta minimalizon, tregon që ka qenë i bindur në thënjet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po u bi shahid, mirë po pas një sprove të rëndë. E kjo sprove ka qenë sprove e rëndë për banorët e Medinës. Këtu kanë akon të u bë gjakderi dhe madhe në Medinë, po s'ka leju. S'ka leju, shkoni na për shtëpia, lëni në vet. Asnjëri prej sahabëve të ndej nuk e ka leju. Talha ibn Ubaydillah, Zubair ibn al-Awwam, Aliu, ai tjetri, gjithë prezent. Ai thotë ja, mos lëviz. Asnjëri mos lëvizë. Asnjëri shpatën mos më nxjerr. Para mendoj, khalife i cili ka shteti i shtrihet në 3 kontinent, asnjëri mos lëvizë. Po te kjo duhet më ndalë te diçka. Ajo është se sidomos sot, plot prej trive ton lexojnë pjesë të teksteve të Kur'anit ose të Sunnetit. Edhe duket se ka zbuluar, e kupton një kontinent të ri. Kur e shet tim pas analizës se ky as nuk e ka kuptuar tekstin, as nuk e ka kuptuar qëllimin pse është thënë teksti, qoftë Kur'an ose në Sunnet. Edhe mbi të kanë ndërtu një lloj besimi ose bindje krejtësisht gabuar. Këta njerëz thash nuk kanë fol fillimisht rena. Këta gjithë këtë rebelim e kanë ndërtu në fakte të vërteta. Kështu prej larg, minimum prej largu duket se është ka lloj vërtetësie. Munafikt njëjtë kur kanë fol në kohën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Para mendoj kështu. Në betejën e Hendekut, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam përgëzon për çfarë? Përgëzon për çlirimin e Persis, edhe Yemenit, edhe Kutsit, edhe Stambollit. Po në Hendek, në historinë islame dim një gjë. Hendeku ka qenë një ndër periudhat më me krizë në Medinë. Ekonomikisht katastrofë.
Në aspekt sigurie, katastrofë. Në aspekt të grumbullimit të armiqve, kundër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, katastrofë. 10.000 ushtar janë përpara hendekut. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e merr kazmën edhe punon. E hap atë hendekun, e thot Allahu Ekber. Mi janë dhënë çelësat e Shamit. Jam tu i pa pallatet e Shamit. Munafik çfarë kanë thënë? Shka ashtu thënë. Kjo është na premtu neve çelësat e pushtetit të Shamit edhe të Persis, ndërsa ne nuk mund dalim në banjo për të kryer nevojën nga Afrika. Ky munafik a ka thonë krejtësisht rren ka fol? Ja, nuk ka fol rren. Gjendja faktike ka qenë që sahabet kanë pat frikë lëvizin vet brenda Medinës për shkak të frikës madhe. A e kupton? Mbi këtë rren këto munafik kanë ndërtu gjithë propagandën e tyre. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e njëjta ka ndodhur me këto rebelet. Mbi disa fjalë të cilat shikim parë duken se janë të vërteta, kanë ndërtu një propagandë e cila do të lë gjurmë në gjithë rrjedhat e historisë islame më vonë. Kështu që vrasja e Uthman ibn Affanit është quajtur el fitne. Fitne janë mënyrë të shquar. Fitneja kur thuhet tek selefi, tek dietarët e parë kanë për qëllim çfarë? Vrasjen e Uthmanit. Për shkak se tekstet për këto lloj fitnesh, kur jemi tu folne, ok, tamam, Uthmani ka qenë hak apo ata kanë qenë hak? Jo, Uthmani ka qenë hak 100%. Në momentin kur e ka përgëzu pejgamberi me xhenet, u sos muhabetin haku ka. Ne kemi tekste ku Uthmani është caktu, është cilësuar si njeriu në hak në këto fitne. Xhavarish kundër banditi e Egjiptit. Po xhavarish kundër Uthmanit kanë qenë batil, xhavarish kundër Aliut kanë qenë batil. Fitne që kanë ndodhur mes dy grupeve të sahabeve, themin përgjithësi tekstet aludojnë që Aliu ka qenë hak. A e kupton? Megjithatë pjesa e tretë, ka që e përmenda në fund, themi që nuk bën se cili të futet në ta. Pse? Po. Jo se në historinë tonë ne fshehim gjëra. Absolutisht. Ja, historinë tonë jo se fshehim gjëra, përkundrazi, nëse i merr ti librat e historisë tonë, do t'i shet të mbushta me rivajete të ndryshme, madje me rivajete të rrënjshme. At-Taberi. Pse Imam At-Taberi në librin e tij ka përmend rivajete të rrënjshme që kanë të bëjnë për fitnet me sahabeve? Shumë e thjeshtë është, se historia jo nuk fsheh kur gjë. Hiç kur gjë. Përmend qëndrimin ton dhe qëndrimin e kundërshtarit. Dhe kjo është prej drejtësisë. Kjo e para. E dyta, historia jon nuk fsheh. Megjithatë, këto lloj të librave janë libra të cilat bazohen në narrativa gojore, në transmetim gojor. Aliu e ka marrë prej suna prej Aliut, prej atij tjetër. E thot, është një rregull te dietarët e hadithit men esned e faqad e hal. Ai i cili e tregon zinxhirin e transmetimit është ekpi përgjithësisë. Unë tregoj prej kujt e kam marr. Ti tash gjyko se ky transmetues është i besueshëm apo është renacak, a është autentik apo nuk është autentik. Që do me thonë këto libra nuk janë për gjithë njerëzit. Për këtë shkak kur kthehemi në librat e besimit tonë, të akides që quajmë, për shembull Tahawi. E ka përmendur Imam Tahawi që ne distancohemi ose nuk futemi në atë që ka ndodhur me sahabeve. Pse? Për shkak se akidja është për çdo kë. Fëmijë, burr, grua, i ri, plak, dietar, xahil, besimi është për secilin, apo? Po studimi i këtyre librave. Studimi i këtyre librave është vetëm për ekspertët, jo për çdo kë. Kurse prej akides është, ja, unë fillimisht thom, jo Allah, unë nuk di, pse unë ta vendos vitin tem në pozitë ku unë do të gjykoj kundër sahabeve. Do me thonë, ti marr unë këto tekste, ti shoshiti, ti filtroj, ti analizoj, filani qenë ka gabim, Allah. Edhe unë filloj dal nga dal kultivoj ndjenja kundër ose pro dikujt. Ja, akidja është për secilin, i themi, jo. Ai që nuk është ekspert, nuk hyn ti lexojnë këto gjëra. Njëjtë sikurse në shkenca të tjera. A i themi një njeriu i cili merret atje me do barna, do kullosa, jo ti je ekspert i farmacisë. Merre dhe lexo, jo nuk i themi. Ti lexon sipas nivelit tënd. Njëjta është edhe këtu në histori. Në histori ne nuk i përmendim detajet me sahabeve për çdo kë. Ama trajtimi i këtyre rebelëve dhe xhavarixhve ndaj Uthmanit dhe trajtimi i xhavarixhve ndaj Aliut, unë mendoj se janë tema të cilat duhet. Prandaj edhe komunicukit, sepse dikush mund të më thonë çka ka dobi me fol për vrasjen e Uthmanit. Jo, ka dobi.
Ka edhe ata shumë ka dobi. Elhamdulillah që 1 orë diçka jina tu fole dhe shumë ka dobi prej kësaj historie. Prej kësaj fillimisht duhet përfitojmë unë edhe ti. Absolutisht. Mirë, po duhet përfitojnë edhe 3 tonë të cilët mos kanë ngutën. prirje për të pasu dinin Allahut. O vlla, Allahu të ka nderuar ty me çfarë? Me udhëzim. Më falë që përndë, ati doket se thove që kjo është shumë kurth e vërtet, po, gjykimi, sen, këtë e vërtet i doket. E pa ta dëgju, Hoxh Bedrilikën me një ders, dhe më thonë, folke për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Fillim propaganda kundër pejgamberit ka qenë me gënjesht. Aja është poet, aja është i të shmendur, aja është magjistar, mirë po kur vishin ato arabt prej këtë tokave në haxhin e asaj kohë, në vizitë Mekës, shkojshin vizitojshin Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe kështu që nuk është e vërtetë, jeni të bëj propagandë. Derisa erdhi një këshilltar plak, si duket iblisja, ku dikush, se më kujtohet dersi, edhe u tha, ndaloni propagandën, se s'po shkon kjo në popull. Nisni me fol me vërtetësira. Për shembull, keni me thonë, kjo është e nda babën prej djalit, që është e vërtet. Vllahun prej vllait, është e vërtet. Mirë po, ato nuk janë të uda, nuk ato bo fitnë pejgamberit. Për pare, po për la ilaha illallah, i të marrë vesh. Njerëse që kjo vërtetësia e pjesërishme i josh të rrit. Bile ka përmend plot pi ulemave që shumica atyre që kanë qenë me rebelet kanë qenë të ri. Andaj dikush thotë, po ku ishin sahabët e mëdhej? Sahabët e mëdhej të bindun ndaj prijesit të tyre, mos e çiç patën pi kallupi. Kjo është, po kjo aqon katastrofën e vrasjes së Othmanit? Po ne jemi të bindur që vrasja e Othmanit është dëmi më i vogël në gjithë këtë çka ka mund ndodhe. Ka mund ndodhe shumë më e madhe. Të vritet Othmani dhe Aliu dhe Talha dhe Zuberi dhe gratë e sahabëve dhe shumë për njerëzve të mëdhej. Hoxh, pas vdekjes, pas vrasjes Othmanit, zhndodh. Shkurtimisht se kena në podcastin tjetër kena me fol. Atëherë kështu, Othmani është vrarë në vitin 35 Hijret. Mes 35-s dhe 40-s deri tek vrasja e Aliut ka ndodhur shumë sende. Gjëja më e madhe është evoluimi i këtyre rebelëve në atë që ne sot e njohim si havarisht klasik. Këto a kthehen, çka bëjnë masi e vrasin? Këto kuptohet Medina, ato ditë. Medina jo, ditët e para do me thonë ata kanë bë shtypje të madhe ndaj Aliut që ai të bëhet khalife. Se ne thamë që Abdullah ibn Sebe, çfarë fliste? Fitnexhia. Po që ai që meriton të jetë khalife është kush? Aliu. Shtypja paramendoj u bë aq e madhe përpara se të varroset Othmani vëlla. E vrajtën? Ato sa e kanë vrarë? Shkojmë te Aliu, ky është khalife. Aliu. E tash sikur kjo për atë i cili është pi jashtë, thot, Aliu pas ka qenë pjesë e këtij mambi. Po dhe? A e kupton? E Aliu thot, kur dëgjova se e kanë vrarë Uthmanin, tash akli më doli mendja. Do me thonë, u çmet, e kanë vrarë Uthman. Me të vërtet to kanë mri deri në këtë drejtë me e vrarë Uthmanin radhiyallahu anhu. Kështu që Aliu nuk ka pranuar me u bë khalife, me ju dhon beja. Është varros Uthmani edhe kur kanë ardhur disa prej sahabeve i kanë thënë Aliut o vëlla, nuk ka njeri i cili meriton me u bë khalife për posteje, ka thonë unë bëhem khalife po në xhami, jo me këto. A e kupton? Me juve. Jo me këto. Jo me këto havarisht. Rebelët, po në mesin e rebelëve tash kush vjen dhe i bën shtypje Aliut janë edhe kush? Disa pi sahabeve. Po është edhe njerëz të mirë. Po njerëz të mirë, se thonë po su bën ti khalife, o vëlla, këto e marrin çështjen dorë. Po da. Edhe Aliu sikur e sheh që më mirë po bona unë se këto po bën. Në plot prej transmetimeve Aliu radhiyallahu ta'ala anhu bonte dua Allahu që Allah ne distancohemi nga gjaku i Othmanit. Edhe nga kjo që ne e bëjmë domethënë për të bënë khalife, se sikur e sheh dikush pjash, kjo e gjitha është bë për të bë ky khalife, e kupton? Mirë, po historia do të dëshmojë të kundërtën. Këta njerëz au dënu dikush au Muawiya do të shtyp që këto të dënon minjerë. Mirë, po Aliu radhiyallahu ta'ala anhu do thotë që ne nuk kemi mekanizma, shteti nuk e ka nuk ushtron
autoritetin që e ka pat. Po, më falë që më ndërprej, mbetëm pa shpjegu shikues, Muavija, çka ndodh Muavija? Nisët Jo, me ushtri. ushtria kur dëgjon që është vrarë Uthmani kthehet. Pa. Apo Muavija nuk ndalet. Muavija do me thonë, kjo do të ndodh mes brenda këtyre 4-5 viteve disa fitne. Fitnja do të kulminon me betejën e El Gjemel, që njihet si betejë e Devës dhe Sifinit, këto 2 beteja. Dhe pas tyne betejave do të kemi këtë deg të xhavarixhve, se këto xhavarixh do të jenë në ushtrinë e kujt? Aliut. Këto janë në ushtrinë e Aliut. Po tamam, pika dolën këto kundër Aliut. Se ai i cili do t'i asgjësoj xhavarixht do të jetë kush? Aliu. Po pika dolën këto kundër. Ato do të thonë që ti gjikove burrat në çështje në të cilat ka gjykim të Allahut. Kështu që edhe ti e Muavija jeni qafira. E kupton? Kështu që ata do të dalin kundër Aliut radhiyallahu ta'ala, kundër Muavijës dhe kundër sahabeve tjerë. Dhe Aliu do t'i luftojnë disa pi betejave, por ama pas një komploti i cili do zgjatet një periudhë, dhe këtë komplot për vrasjen e 3 personaliteteve të mëdha të 2 anëve. Muawiya ibn Abi Sufjan, Amr ibn al-As në Egjipt, Muawiya në Sham, Amr ibn al-As në Egjipt, edhe Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala në Kufe. Për shkak se krye qyteti me shtypjen e këtyre nga Medinja do të del ku? Do të del në Kufe. Se këto janë njerëzit e Kufes. E kupton? Xhamarisht. Po, kështu që këto do të del krye qyteti në Kufe dhe ata do të merren vesh që të vriten këto 3 persona të njëjtën natë, në sabahun e më duket se 17 Ramazan ose 18 Ramazan të vitit 40. Kështu që ai i cili do ta bën atentatin ndaj Muawijes, do ta plagos Muawijen, mirë po nuk do të mund ta vrasë. Ai që do ta bën atentatin ndaj Amr ibn Asit, Amr ibn Asi do të jetë i smut atë ditë për dal imam, për shkak se guvernatorët ose halifet në atë kohë ato kanë dal imama në xhamin namaz sabah, sot u xhallart nuk dalin namaz sabah. Imam i xhamis den sabah, e kupton? Atë halifja ka dal. Amr ibn Asi nuk del ka qenë i smut, ka dërgu një i cili ka emrin Kharije, radhiyallahu ta'ala, e Kharije del edhe ky xhavarixhi e vret. Pastaj një i cili emrin e ka Abdurrahman ibn Muljim. A e ke dëgju këtë? Jo, më të rrego drejta. A ban me të kallëzu pak. Po, më të shko. Abdurrahman ibn Muljim, historia e këtij është interesant. Ky njeri e ka pranu Islamin, edhe ka bo hijret në Medinë në kohën e Omerit, ndukut. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në kohën e tij e çon Abdurrahman ibn Muljim në Egjipt. E i thot Amr ibn Asit, i cili ka qenë guvernator i Egjiptit, po të dërgoj një burr, gjivlen sa 1000 burra. Boni ati shpin afër xhamis se ky është lexuesi i mirë i Kur'anit, edhe le t'i mëson njerëzit Kur'an. Tash Omeri e lëvdon Abdurrahman ibn Muljim. Tamam. Por kjo lëvdat nuk është e përhershme. Omeri ka gjykuar nga ajo që ka patë Abdurrahman. Tamam. Omeri ka vdek, Abdurrahman ibn Muljim e ka pat fasadat që e ka pat. Dhe kjo është nga njerëzit më të glorifikuar të xhavarixht. Madje nuk ka njerë më të mirë fytyrën e tokës për xhavarixht e vjetër se sa Abdurrahman ibn Muljim. Nuk ka. Ndërsa te shiat, ky është njeriu më i keq që ekziston. Për shkak se ka vrarë Aliun. Abdurrahman ibn Muljim ka lexuar shumë Kur'an. Po thuhet shkaku pse ka pranuar të hyjë në komplotin e vrasjes së Aliut, ka qenë dashuria. Ka qenë romantik. Hopa. Është dashuru me një kharijie harurije, me një grua e cila ka pat ideologji xhavarixhesh. Edhe e ka lyp për grua. E ajo i ka kurzu që për mehr me mapru kokën e Aliut. Subhanallah. Ibn Muljim vetëm se ka pat kësi ideja, se ai ka qenë me xhamatin e Egjiptit. A e kupton? Për atë thash, këto 5 vjetët janë evolucion në këtë ideologji. Edhe kjo do të kulminon me vrasjen e Aliut nga ana Abdurrahman ibn Muljim dhe daljen e xhavarixhëve kundër Aliut në luftë bashkë. Kështu që do të vrasin gra e fëmijë, si kanë bërë xhavarixhët për gjatë historisë. Ibn Muljim shkon dhe e vret Aliun.
dy kolegët e tij dështojnë, vritet Aliu dhe e zon Ibn Muljim gjallë. Thot Ibn Muljim, mi prit një kitë pjesë, po mos ma prit një gjuhë, se me te e përmendi Allah. E ti e mendone, para mendoj takina që këtu. Si me përmend Allah, shka jetu folti. Ti ke vran njerin më të mirë që ka egzistu në atë ko. Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu ta'ala. Dhe po thu, mo ma prit gjuhën, Që ta përmeni Allah, të bëjt dhikër. që Ti të pa me të dhikri. A e kupton, që të tregon që devijimi vjen petkun e fetaris për njerëzit cilët nuk e din metodologjinë e librit Allahut, e as kuptimin e librit Allahut si e kanë kuptu Aliu dhe tjerët pi sahabeve. Kështu që jo çdo herë më i mirë është ai i cili e shtrëngon. Jo çdo herë më mubarek, më takva, më i devotshëm, më i kuedi, është ai i cili i shtrëngon çështjet. Xhavarishtë për shtrëngu këtë një të parët. Ama realiteti ka qenë që ata janë eshka khalqillah, njerëzit më të privuar nga rahmeti Allahut. Njerëzit më të dështuar kuptimin e dinit Allahut te barekutaala. Kështu që Ibn Muljim e vret Aliun dhe më pas fitnia e tyre do të quhet për një periudhë. Allah që përbleft, po ani mirë që e kallëzove si paralajmërim, në podcastin e arshëm, inshallah taala, me Allahun përpara, kena me fol temën vrasja e Aliut. Bi'idhnillah taala. Prej në fillim, kush është Aliu, çish është Aliu, ashtu mirë sot që e ki shpjegu për Othmanin, valla jam shumë i kënaqur, sigur me lexuar një libër.